afatet kushtetuese dhe zoti Kurti duket që është në përpjekje për të krijuar shumica stabile, për çka unë, siç e thash edhe më herët, nuk besoj që është të mos të pajtohem plotësisht me deklaratën e zotit Dili. Ky konstelacion, ky formacion i parlamentit, këto ndarje të mëdha ndërmjet partive, mendoj që e pamundësojnë formimin apo gjetjen e krimin e shumicave stabile. Unë nuk më besoj që zoti Kurti do të jetë në gjendje që ta formoj, sepse mendoj që ata që do të kalonin tani në taborin e vetëvendosjes, nëse do të ketë deputet të tillë, për shkak të shkurtësisë se qëndrueshmërisë se këtij, nëse mund të them kështu, këtij koalicioni do të penalizoheshin pastaj edhe prej partive të tyre, por mendoj që edhe partitë opozitare, nëse zoti Kurti hipotetikisht nuk do të jetë në gjendje që ta formojë qeverinë, do t'ju vijë radha atyre, dhe unë ndaj mendimin plotësisht me zotin Dili që as ato nuk do të jenë në gjendje ta formojnë. Ndoshta është e mundshëm që të krijohet një shumicë ku do të jetë edhe lista srpska e tjera, por se kjo do të ishte vërtet vdekjepruese politikisht për këto parti në zgjedhjet e radhës, dhe do ta kishim para shumë atë skenarin e vitit 2021, kur vetëvendosja në një ranon do të pledonte që ajo është e vetme, derisa ata gjithë tjerët janë bashkë, dhe ajo në një farë mënyrë do tentonte që edhe gjitha fajet për dështimin e themelimit të institucioneve deri tani tua mbeshte atyre, edhe në këtë rast mendoj që kjo sigurisht do të mund të krijonte percepcione të qytetarët, dhe ndoshta në një situatë të tillë vetëvendosja do të mund të arrinte që prap ta fitonte një shumicë shumë të madhe, siç kishte ndodhur në vitin 2021, por jam i sigurt që partitë opozitare kësaj radhe do të jenë më të kujdesshme, sepse në një farë mënyrë e kanë provuar një herë këtë